Bashkia Shkodër, përmes Drejtorisë së Përgjithshme të Mirëmbajtjes së Objekteve Publike, ka nisur punën për rikonstruksionin e dyshemeve të banesave të komunitetit rom. Fatmir Kraja, punonjës social pranë Bashkisë Shkodër, u shpreh se kjo ndërhyrje ka qenë e domosdoshme, ndërsa përfitues janë 27 familje që jetojnë në kontinjerët e investuar nga Bashkia Shkodër. Gjatë ditës së sotme dhe të dieshme që janë bërë punimet e shtrimit me beton për 27 familje. Patjetër ka qenë domosdoshme shtrimi i tyre sepse dyshemet kanë të prishura dhe prandaj është bërë ndërhyrja e punimeve. Besoj që gjatë përfundimit të javës do të kryejnë gjitha banesat. Përfituesit e këtij investimi thonë se Bashkia Shkodër po punon në mënyrë të vazhdueshme duke i mbështetur në nevojat e tyre. Shumë mirë na kanë ndihmu Bashkia e Shkodrës. Na kanë ndihmu se kanë qenë shumë pisleku i madh, tani na kanë ndihmu shumë me ujë, me çimento, me krep. Çka kemi dashur na kanë bërë. Puna e bashkisë neve Rom vena ndihmojnë shumë. Shumë e përmirëson, jo pak. E përmirëson shumë. Ka qenë një problematikë që nuk e kam pas vetëm unë, kemi pas gjithë si familje, edhe falenderojnë shumë për këtë sakrificë për Zotin. Na kanë heru, domethënë nuk dim se si ta falenderojmë. Nuk flas më gjatë më, kupton, kjo ishte problematika më e madhe e jona. Kjo ndërhyrje vjen si përgjigje e drejtë për drejtë e Bashkisë Shkodër ndaj kërkesave të komunitetit rom, duke treguar vëmendje për përmirësimin e kushteve të tyre të jetesës.